Faleminderit shumë. I dashur kryetari i komunës, Shmail Latifi, shumë të respektuar kolegë Taliançës, Nonoveç, kryetar Fatmir, kandidat për deputet, Besmire, Bytyqi, Ukshin Thaçi, Afrim Oruqi, Saranda Shaltëku, Berat Durakov. Është nderë të jemi sot në ngjarjen e juaj këtu në Rahoveç. Shumë i respektuar Ardian Gjini, kryetari i Aleancës, kryetari i ri zgjedhur në kuvendin edhe i zgjedhur. Bashkëluftar e bashkëveprimtar politik që nga koha që ekzistoj, e kam përnderë që ndroj para teje, para kandidatit ton për kryeministër, para kandidatit të listes më të mirë që e ka Kosova, një 2-8, e që një pjesë e këtyre në nderojnë sot me prezencë, faleminderit gjithëve kolegë, deputet, kandidat për deputet. Që besim, çdo herë është nder që ju kemi këtu, ashtu si është nder që ju vizitojmë në Teqe, Axhailve. I përshëndes gjithë prezent, disa më të moshuar, Haxhilat, e Jurinia, mirë si ju gjojmë, zonja zotërit Rahoveçit. Nuk besoj që është rasti me ardhur dikush me ju tregu ju ku i keni rrojt. Edhe po ju tregoj pse. Sepse ai po kujton që na bashku gjos dim kur kush prej neve. Edhe e kemi prit atë njeri me na tregue gjithçka për jetën. Edhe për çfarë na ndodh me ardhur dikush se i ka dhënë as shumë mashtrimi e lazdrimi, sa që çka thot çashtu është. Rahoveçi e din shumë mirë kush është, e din shumë mirë ka kara, e din shumë mirë çka ka hek, çfarë sakrificë ka kaluar. Rahoveçi është martir, martir i lirisht. Nuk ka shtëpi këtu në qytet, e s'ka vendbanim të Rahoveçit që shikoj ende plagët e luftës, dhimbjet e luftës. Edhe, më falni po përdo që po thojnë kush jemi na. Besoni, nuk e kisha bo kur për lavd, po të i pas bashkëpunim, të ju taku me qënët sigurisht, Amerikës, tjerve, e të i pas që shidojnë e respektojnë, ushtarët e tyne që shërbejnë. Pra, unë i falenderoj sot për zemre, ushtarët, polisë, gjithë ata që i shërbejnë sot, që i sigurojnë Kosovën. Falenderit atyne. Falenderit tyne gjallë dhe sot. I falenderoj të gjithë që i kanë shërby kombit në çdo kohë, ndër brezha, se ka shumë brezha. Po unë i takoj këtij brezit funit Tuçëkës. Ju lutem falenderit kush ka luftu për vend, për këtë tokë, për lirinë tonë. Falenderit, të njetën. E so se janë ditë e funit fushatës, me 7 qershor votojnë. Kosova nuk është mirë, po nuk është mirë për shkak se si kem vendos na. Dikur se konë mirë, se na ka shkel dikush. Na shkatroj, u dash me një jetën prej fillimi. A besoni që tani nuk e mirë se vetë po vendosim, mos me konë mirë. Se kem votue njerëz që nuk e kanë njetin të puna. Që nuk e kanë menje për i me që ka hek fermeri. Që nuk e din që nuk bën një noter për disa komuna, e që nuk e din, ose s'ja rro, që fermeri s'din me po administrat, s'ka nga emër, saj do të me shtit i konë punë për letra. Që nuk e din që vonesa, mja vonu, grantet, subvencionet, e mërë në qaf ja hup një vit, ja hup një sezon. Që nuk e din që ato dome, që i ndojnë fermerët, mos me jam lu me kohë, ja hup, hapin. Që nuk e din që fermerët, me i tajtu me taksa, thusë janë për biznesës, kushe di qëfare. Me u këthy me ja kontrolu 10 vjetë mrafa, normal që e s'ka letra. Sa i ke puno tokën, i kanë ngarku, i kanë denu fermerët. Besoni, i këti veni s'ja bën kërkush
kuj, duhet me konë për dika tjetër me ja bo ashtu fermerve, qka ju ka bo, qka kom një, qka kom pa. Me i bloku komunat, me i qunë për barim, me ja u marë mundësit për zhvillim komunave. Nuk e bon njeri i këti veni, nuk e bon a i që e din që shetojnë, që ka ndjenë për këta njerës. Ju lutëm, nuk du me ju majtë te për gjatë, që Ardiani është pashmeje, edhe ka me i thonë, edhe disa, ka me thonë gjitha, që jam krenar që i takoj kësaj lishte, këti programi, e këti vizioni që udhesh njeriu, i kryum besoni, i kryum pikësh për këtë kohë, Ardian Gjini, i kryum për këtë kohë, një dute. Por, po ja bëju në juve një pytje, jeni rove qonë, jeni njerë që ju ka sprovu jeta shumë. Është normal. Kur të vish në qeveri, kur ka ardhë Kurti, me anullu, një termocentral, kontrat, investim i huj Amerikan, që 25 vjetë i garantum çmimi i megavatit 86 euro. 86 euro. Është normal. Me gjithë gatshme, e rozeta që e përmeni Uruqi, me shku një email e anullojmë. E pastaj mi ble në megavatin, prej armiqve tonë, deri 1.000 euro. Është normal, por zotën. Më falni, e është normal mi aqit votën, këti që e ka anullue, një termocentral, 450 megawatt, një na flenë që myri, miliarda, këtu jyni, e i qojnë pare me miliarda atyne që në kanë vrana, kanë pejna, kanë djek. Është normal, me alun kontrat në tavolinë, ka gjithë kurështarë në tavolinë, gaz shilësin me pru gaz, e keni pas a lufta bëhet për gaz, për naftë, për energji. Me alun gaz shilësin gatshëm, prej Shkupit, deri në Prishtinë, në Ferizaj, një central me gaz, prap megavatit 86 euro, pas një qent investimi yni, grant Amerikan, $200 milion, me t'i falë, pas një qent mrafa, 20 milion me t'i falë, beja, që me na hek prej vashmërisë energetike të armishve tonë, e me anullu. Ju lutna, une i bëjthire vllaznive motrave tonë diasporë, se në gjaku jonë. A ka dikush që e danë për vetës vllaun e motrën që jeton në diasporë. Unë e kom motrën, jashtë venit, Valbonën. Fëmija ju kanë rritë. Kemi tonë familje jashtë venit. Tonë, nuk ka dikush që shka. Ju lutëne, për ju bëjthire, mos e votoni dikon që e kalohë Kosovën në mbarne, me ble rrymë për armishve tonë, me ja që pare 2 herë në armishve. Ja dini pse 2 herë, një herë jep bugjetit, që ka mujtë me jep fermerve, që ka mujtë me jep komunave, ka dhonë 1 miliard euro bugjetit Kosovës, i ka dhonë, kur për i thoi ku i ki parët me investimi kapital, me ble rrymë, e pastaj prap na pagujmë që ashtrejt, ju lutë na mos e votoni. Nëse dojmë një herë me dalë në dritë, me konë vetja, me mujtë mu zhvillu, me na ullë çmimi i rrymë se mu zhvillu, Kosova me rritë pakat e pensionit, e me pas jetë, me pas përshitë, besoni, po ju siguroj, një dytet. Faleminderit shumë.